prokurori dhe të ketë folë, të ketë dëshmuar vetëm i thirrur, dëshmitar është thirrur, dhe të mos jenë ata që i bën pyetje, të mos kenë firmat, është rasti unik Irena me 5 mbiemra. Shikoni se çfarë, dhe kjo dosje është dërguar në gjykatë, po si është dërguar në gjykatë, thonë ju? Sekret. Çfarë sekreti? Sekret maskaralleqit e tyre, turpin e tyre. Sekret. Po kanë turp ta, s'di që shtu. Ju keni drejtën, zoti Berisha, të atërhiqni në cilësinë e kallëzuesit. Urdhë? Në cilësinë e kallëzuesit ju keni drejtë që të atërhiqni dosjen, kështu që mund të jetë sekret për faqe. Jo, e kanë shkruar sekret aty. Falni një minutë. Jo, një minutë. Sekret duke besuar se unë nuk do t'ja u bëj të ditur gazetarëve këtë. Po si të mos ja u bëj ju të ditur këtë, që kjo është për Guinness. Kjo është për Guinness, zotëri. Në fakt keni një dosje tjetër, zoti Berisha, sekret për zonjën Balluku dhe Partia Demokratike nuk po e bën të ditur. Po, pra ta po them marrin ty. dy standarde në rastin Ta them unë ty. ju e thoni këtë. Ta them unë ty. Në atë dosjen Balluku të garantojnë ty që po t'ishte Sali Berisha paditësi në mënyrë absolute do ta bëja sekret. Këtu jam palu. Te kjo dosje jam pal. Aty unë jam i detyruar, kolegëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, nuk ju kërkoj, pse? Ka i gjatë shumë të madh. Aty ka bashkëpunëtorë të drejtësisë. Dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo. Për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar. Pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njëri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Dhe edhe një ata që kërkojnë që ne të nxjerrin në treg të penduarit dhe dëshmitarët e drejtësisë, ata gabohen s'do ta gjejnë kurrë këtë, sepse ne mund të kemi me individ caktuar, por ne jemi për procesin e hetimit mbështetje të plotë dhe totale dhe ne vlerësojmë cilin do që kontribon. Tani, si më thua mua, të marrun të nxjerrë dëshmitarët e drejtësisë në pazar. Po artikuloni ju për herë të parë, Jo. Berisha që ka bashkëpunëtor të drejtësisë. Jo, e kam thënë dhe përpara. Klodiana, e kam thënë. Nota, do të thënë, prit, mase po unë di që e kam thënë. Aty ka dëshmitar, ka të penduar të drejtësisë. Dhe unë nuk jam kurrë që të dalin të penduarit të drejtësisë, përkundazi jam për mbrojtjen e tyre më të plotë. Nuk mund ndodha ajo. Pra, mos ta kalojmë atje tani, se shiko, kjo është mënyrë për ta shpërndar problemin tani. Au thotë, mirë, po s'ka gjë. Tani shikoni, dosja për Irena Gjokën. Dëshmia e Irenës është pa miratimin e asnjë hetuesi. Dhe fuqia e Irenës është e tillë mbi Dumanin, sa ai e merr dhe e përcjell në gjykatë